Një 18 vjeçar mbeti i plagosur si pasojë një aksidenti të shënuar në lagjën Partizani mbrëmjen e së shtunës. Ky shtetas, duke drejtuar një motomjet elektrik, ka humbur kontrollin mbi drejtimin e tij duke përfunduar në një grop brenda rreth rrotullimit ku po kryen punime nga ujësiellës kanalizime në lagjën Partizani. Ai është dërguar në Spitalin Rajonal të Shkodrës, ku fatmirësisht ndodhet jashtë rreziku për jetën. Sipas grupit hetimor, aksidenti ka ardhur edhe si pasojë e mungesës së sinjalistikës në zonë. Ndërkohë, po në Spitalin Rajonal të Shkodrës është paraqitur edhe një shtetas turk i mitur që dyshohet se duke lëvizur me biçikletë në lagjën Liria është përplasur nga një automjet që është larguar nga vendi i ngjarjes pa u ndaluar. Fatmirësisht i mituri ndodhet jashtë rreziku për jetën. Ndërkohë, specialistët për hetimin e krimeve në stacionin policor të Velipojës proceduan një 24 vjeçar banues në Baks Rjoll dhe një 57 vjeçar banues në Shëngjim për veprat penale kundër shtymi punojësit të policisë së rendit publik, organizim dhe pjesëmarrje në grumbullime apo manifestime të paligjshme, pengimi dhe ndalimi i qarkullimit rrugor dhe kanosja. Gjithashtu u proceduan një 48 vjeçare banuese në Baks Rjoll për kundërshtim të punojësit policisë, organizim dhe pjesëmarrje në grumbullime dhe manifestime dhe pengim dhe ndalimi i qarkullimit rrugor, pasi në bashkëpunim me shtetas të tjerë kanë kundërshtuar punojësit e policisë duke i shtyrë dhe duke tentuar të futen me forcë në kantierin e ndërtimit, si dhe kanë kanosur me fjalë punojësit e kantierit. Gjithashtu këta shtetas kanë penguar lëvizjen e mjeteve për në kantier ku po punohet për ndërtimin e një resorti. Në Shkodër, specialistët për hetimin e krimeve proceduan një 39 vjeçar dhe një 62 vjeçare për punime ndërtimi pa leje. Në Vau në Dejes, një 55 vjeçar banues në Naraç, pasi është kallëzuar nga një 45 vjeçar, vëllai i këtij të fundit, se ka ndërruar bravat e derës së banesës së lënë nga prindërit e tyre, si dhe ka tentuar të ushtrojë dhunë ndaj tij. Po në Vau në Dejes, specialistët për hetimin e krimeve kanë referuar një material në prokurori pasi në fshatin Melgush nga persona të pa identifikuar janë goditur me sende të forta bab dhe bir, 38 dhe 75 vjeç, po punohet për identifikimin dhe kapjen e autorit apo autorëve. Materialet për këtë rast kanë kaluar prokurorisë për veprimet mëtejshme.